zilia, si për ironi ka thënë Muawiu, i biri i Ebu Sufjanit, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Thotë si për ironi, zilia është një ves shumë i drejtë, se pari më së shumti i bën dëm vetvetes ziliqari para se t'i bëj dëm të tjerëve. Dhe thotë po i njëjti thotë ziliqarin asgjë s'mund ta kënaq, përderisa t'i largohet begatia të cilin atë që e ka zili. Është një lloj, nëse mund ta përshkruajmë, sikur një helm në gjuhë që nuk lejon t'i shihesh begatit. Njëherë duhet të lirohemi nga kjo jetësi e helmit, ta largojmë nga gjuha jonë, në mënyrë që t'i shijojmë pastaj edhe begatit të tjera. Është sikur vazhdimisht njeriu ziliqar e krahason veten e tij me të tjerët. Pse atij është dënë? Pse kështu dhe pse ashtu? E kundërshton, e rebelon caktimin e Zotit. Është Allahu i lartësuar ai që i cakton gjërat. E jo që është i dorëzuar saktimit të Allahut të lartësuar, të pajtohesh me atë që ju ka dhënë dhe të jesh falendërues për begatitë të cilat ty të janë dhënë. Dhe kështu shpëton që së pari të mos i bësh pajtdrejtësi vetvetes, nga se ai që është ziliqar jeton në terr, me zemër të ngushtë, me gjoks të ngushtë, vazhdimisht i brengosur, vazhdimisht i mërzitur, sikur jeton për të tjerët dhe i shikon të tjerët me çfarë begati janë dhënë. Dhe nuk e shijon ato momente të cilat Allahu i lartësuar ja ka dhënë përpara tij. Nuk e shijon adhurimet, nuk e shijon begatitë me të cilat Allahu i lartësuar ka begatuar. Nuk i gëzon ato. Vazhdimisht i shikon të tjerët. Dhe kjo është ajo, nga ky kontekst, është që më së shumti i bën ziliqari dëm vetvetes së tij.